Sot jemi këtu, në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, që të ngrisim edhe njëherë shqetësimin rreth skandaleve të vazhdueshme që po ndodhin në Ministrinë e Bujqësisë. Ju tashmë jeni të njoftuar për disa çështje të cilat kanë ndodhur në Ministrinë të Bujqësisë, por skandali i cili është ta quajmë mega skandal, po të bëjë me impiantin e trajtimit të mbetjeve të shtazore, i cili është një projekt në kuptimin e investimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, investim që ka ndodhur dhe është finalizuar në vitin 2019 rreth 10 milion euro, me investimet e Bashkimit Evropian dhe me participim të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Një projekt i tillë i cili realisht duhet të krenohemi sepse në rajon është i vetmi dhe fabrikën si motor apo impiantin, që në gjuhën profesionale e quajmë, e ka vetëm në Veronë të Italisë. Tashmë është i finalizuar në vitin 2019, mirë por nga viti 2019 deri në vitin 2024, Ministria nuk është marrë fare me këtë impiant, dhe tek në vitin 2024 neve na shfaqet një kontratë e dyshimtë, kontratë e cila përban në vete shkeljet të cilat konsumojnë vepër penale dhe kontratë e cila në vete prodhon thjesht tjetërsim dhe zhvlerësim të pasurisë publike. Kontrata është nënshkruar me një kompani e cila është themeluar 5 ditë pas shpalljes publike. Kriteret të cilat janë vendosur në kontratë, gjatë analizës që kemi bërë të kontratës dhe kushteve, ligjeve që janë fuqi të cilat determinojnë formatin se si duhet të fitohet një kontratë e tillë, na del që Ministri Peci në këtë rast ka tejkaluar gjitha procedurat dhe ka tejkaluar gjitha ligjet edhe në shpallje apo njoftimin publik, edhe në hartimin e kontratës dhe kushtet të kontratës. E para, në njoftim nuk është specifikuar ajo që është kryesore dhe përmbajtësore subvencionimin që duhet ta bëjë Ministria e Bujqësisë rreth këtyre produkteve 0,16 cent për kilogram. Nëse analizojmë kapacitetin maksimal të këtij impianti që është 20 ton vjet, i bie që nëse punon impianti me kapacitet plot, Ministria e Bujqësisë duhet ndajë 3,2 milion euro në vit për këtë fabrikë, dhe në këtë rast në gjithë kontratën apo deri në përfundim të kontratës 20 vjeçare gjatë 4 milion. Këto mjete do të varfërojnë buxhetin i cili është për subvencionimin e fermerëve tanë. Për më tutje, ku është konsumimi i veprës penale? Është se është tejkaluar afati kohor për autoritetin që ka të drejtë ta bëjë këtë kontratë. Qeveria ka drejtë deri në 15 vite të bëjë kontratën. Kontrata është 20 vjeçare. Kontratat një ditë më shumë se 15 vite duhet kalojnë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në këtë rast kemi, domethënë, konsumimin e veprës penale, tejkalim të afatit kohor dhe në këtë rast tejkalim të detyrës zyrtare. Për më tepër, Ministri Peci nuk ka qenë autoritet i duhur dhe kompetent për ta nënshkruar kontratën, sepse kjo është me vendim të qeverisë. Domthonë deri në 15 vite është me vendim të qeverisë. Aspekti i humbjes të buxhetit është fakti, domethënë, që një impiant me kosto 10 milion euro është dhënë për 30.000 euro qira vjetore. Sikur qiraja të ishte llogarit vetëm qiraja e Ministrisë së Bujqësisë që ata operojnë për objektet, për zyrat që ata i kanë në dispozicion, do të ishte 108 deri 150 milion. Pra, është nga gjitha këto fakte që ne i kemi nxjerr duke analizuar kontratën, ligjet dhe udhëzimet administrative që janë në këtë ministri, na del domethënë se kontrata ka qenë e improvizuar, e cila nuk është bazuar në ligje konkrete, e që ligji kryesor bazik i cili përcakton dhënien me qira është ligji numër 08/125
i miratum në vitin 2023, ku është themeluar Agjencioni për menaxhimin e pronave dhe janë përcaktuar dhe kriteret edhe afatet e dhënies. Si kritere ne kemi 3 modalitete që mund të hapin pronën publike. E para është akonti publik, e dyta është mbledhja e ofertave më të mira, dhe e treta është nëse ndonjë ligj specifik mendon ndryshe procedurat e negocimit. Në këtë rast, asnjëra nga këto procedura nuk është ndjek, që përbën shkelje flagrante, dhe për më shumë në njoftim nuk është zhvillu transparence plot për kushtet e ofertuesve. Dhe mbi gjitha, na del që kompania përfituese është themelu vetëm 5 ditë pas shpalljes publike. Kur kemi po njoftimin publik dhe kriteret e njoftimit publik, dhe del që ka qenë 2 kriteret të rëndësishme edhe pse jashtë ligjore. Prap, qarkullimi financiar që du të jetë 13 deri në 15 milion, dhe përvoja në këtë lami 3 vite dhe në kapacitet mbi 20 tonelata të këtyre produkteve. Kur kemi analizu kompaninë në fjalë, në këtë rast fituese, na ka dalë që kompania fituese e themelu me 5 ditë pas njoftimit, nuk ka pas mundësi që t'i ketë realizu gjitha këto. Sikur koncesioni në këtë rast do të ishte një marrëveshje me koncesion, ku gjitha këto biznese të veçanta të lidhur në koncesion do të ishin këtë rast përfituese, do të ishte një situatë tjetër në kuptimin e përmbushjes së këtyre. Mirë po, një kompani më pak se 8 muaj nuk mund të ketë as këtë qarkullim dhe nuk mund të ketë as këtë përvojë punës. Kështu që ky skandal në Ministrinë e Bujqësisë dhe lajthitja që është bërë dhe kryeministrit, i cili me një vendim pas përfundimit të gjitha procedurave për ta mbulu këto dhe i referum në ligjin për pylltari, i cili në këtë rast e arsyeton, ne hapin një kuptim se me këtë kontratë, sikur me shumë kontrata, po dëmtohet buxheti i Republikës Kosovës, po eliminohet transparenca dhe mbi gjitha po kapen institucionet vetëm për përfitime personale, klanore dhe të afërt me subjektin politik të partisë që është qeveria në ikje. Këtu, ne si Parti Demokratike, duke pas parasysh se një temë e tillë është edhe ka qenë mediatike dhe trajtuar edhe nga mediumet gazetare. Atëherë ne kërkojmë nga Prokuria e Shtetit që të merret seriozisht me këtë kontratë, sepse ne jemi të bindur dhe ekzistojnë faktet se ka konsumim të veprës penale, keq përdorim dhe keq menaxhim dhe përtaj ka abuzim me pronën publike. Në 2019 ka qenë i përfundum impjanti dhe kanë qenë testimet përfundimtare dhe ka pas një defekt tek cisterna dhe tek gazi dhe ka qenë domethënë një kërkesë që në këtë rast kontraktoi ti përmirësoj ato dhe në 2019 domethënë ka përfunduar me këtë proces. Në 2019 është qeveria aktuale. Ne e dimë se në 2019 janë mujt zgjedhjet qendrore dhe nga viti 2019 këtë rast dhe me tash ne në qeverisje kemi koalicionin qeverisës vendosja Alternativa dhe Lista Guxha, që këta realisht kanë pas mundësi që në vitin 2020 apo në vitin 2021 ta bëjnë funksionale. Pse se kanë bën? Bëshqie do më thonë që në vitet e fundit ata përveç kësaj kanë veprime të cilat po tentojnë që të shkapin sa më shumë nga pozitat që kanë, të kapin nga buxheti, të bëjnë punësimet e tyre, do më thonë të afërmit të tyre dhe gjitha këto janë të manifestuar dhe besoj që mediat dhe ne si parti, do më thonë jemi në bashkim të plot të tyre. Unë sot jam këtu për skandalet e Ministrisë së Bujqësisë, unë besoj që mjaftueshëm dhe shumë shpesh me kohë kryetari i partisë
është duke deklaruar dhe është duke vënë për mësimin dhe besoj se është më së i qartë Partia Demokratike e Saj. Unë mendoj se kryetari i partisë ka qenë shumë i qartë se cilat janë pozicionet e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne duhet të kuptojmë se jemi njerëz dhe mund të takohemi personalisht dhe privatisht kudo qoftë, sepse jemi realisht në lidhje të ndryshme familjare, shoqërore, gjëra ato dhe ato nuk janë përjashtuar. Mirë po, kryetari ka thënë ato dhe qëndron ajo, domethënë ajo deklaratë e kryetarit që ne nuk kemi asnjë marrëveshje, nuk kemi asnjë bashkëpunim, nuk kemi asnjë kontakt, kuptimin e asaj rreth qeverisë dhe vendosjen me nëse është shumë e qartë dhe shumë e lezetshme. Është çështje e presidentit, besoj se këtë pyetje duhet ta drejtojnë presidentit, po ata do t'ju japin.